Egli ka patur një bisedë me Viserlon ku ka biseduar në lidhje me raportin e saj me Gjestin pas rikthimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP 4. Banorja shprehet se ai duhet të mbajë përgjegjësi për veprimet e veta dhe sipas saj ka qenë një gënjeshtër. Për këtë arsye, Egli shton se secili të shikojë rrugën e vet. Pjesë nga biseda. Egli: ka qenë një gënjeshtër, unë në rrugën time dhe ai të vetën të mbajë përgjegjësi për veprimet e veta. Viserlo: këtë po themi dhe ne. Egli: ai është lojtar shumë i fortë. Viserlo: në kurriz të tjetrit se vet ai, Egli, i ka lëvizur dinamikat në shtëpi. Viserlo: përplasi opinionesh që ai nuk i ka. Egli: kam vepruar me zemër, jo me mendje, kam kuptuar se ka qenë e gjitha një gënjeshtër e madhe dhe se ka qenë vetëm në kokën time. Pastaj pash dhe ca gjëra jashtë që e kuptova që secili duhet të jetë në rrugën e vet. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.